Kjo vjen se ti ankohesh dhe unë ankohem njerëzve, se Allahu me mu ka bo kështu. Sikur ankohem njerëzve, se Allahu mu m'ka shmu, Allahu mu m'ka bë fukara, Allahu m'ka dhënë këtë sprovë. Ti ankohesh njerëzve për Zotin e njerëzve? Gjë që nuk është mirë. Nuk është mirë. Thash na ndodh se cilës prej nesh. Njeriu ka nevojë nga njerë të zbrazet me dikën. Ka nevojë ta qe hallin me dikën, ama jo se cilit njerëz ti çdo njerëz që ti je shef në rrugë dhe bën muhabet dhe tregon e kam këtë ciklet. Jo, nuk është mirë kjo. Jakubi alayhis salam çka bëni? Tha inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Un ankohem kujt? Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Për çka? Për gjendjen aktuale që jam dhe për mërzin që un kam. Çka Jakubi alayhis salam ju ka mbështet Allahut. Sepse Allahu subhanahu xhalla xhelalu thotë wa tawakkal ala Allah, mbështetju Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Për duave që ka bë më shpesh profeti alayhi salatu wasalam dhe ka përdor shpesh profeti alayhi salatu wasalam këtë dua, kush ka qenë? Ya hayy qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayy qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayy o gjallë, Qayyum, i plot fuqishëm që çdo gjë e ke ti në dorë ja Allah. Bi rahmetika astaghith, me mëshirën tënde astaghith në gjuhën arabe, i ghatha astaghith do thot kërkoj ndihmë, për te kërkoj ndihmë. Pra, ky ishte hapi i dytë. Pra, hapi i parë, nëse don zgjidhje për hallin, sikletin, problemin që ti ke dhe njëta përsëris kush është? Sillen mendjen tënde, hallin problemin që ti ke. Hallin problemin që un kam, e kam mendjen time, e kam zemrën time dhe Zoti e din çka do të bëj hapin e dytë. Tawakkal ala Allah, mbështetju Allahut subhanahu xhalla xhelalu dhe dorëzoja çështjen tënde Allahut, ama dorëzim të sinqert. Ta dish Allahu subhanahu xhalla xhelalu është ala kulli shay'in qadir. Allah azza wa jalla është i plot fuqishëm. Inna ma amru, dhe Zoti kur don të bëhet diçka, çka i thot asaj gjëje? Kun feyekun, bëj dhe kam u bë. Pra nëse dum rezultat që të kemi zgjidhje problemeve që kemi me këtë dynja, duhet mbështetja e vërtetë të Zotit dhe imanin ta kemi sinqert të Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Po do thot dikush unë kam bë, ama nuk kam pas, më ka qenë më e hajrit që s'ke pas zgjidhje. Se jo çdo problem, shiko, jo çdo problem që ti e ke kërku Allahut me ta zgjidh dhe e ke pa që nuk ka zgjidhje, atë zgjidhje që ti don, nuk do të thotë se Zoti s'ka dhënë zgjidhje. Po ka qenë më i hajrit atë që s'ta ka dhënë Allahu. Prandaj gjëja më e madhe, hedia ose dhurata më e madhe që Zoti i jep njeriu, kush është? Ajo çka ti ke kërku dhe s'ta ka dhënë Zoti. Kjo është dhurata më e madhe që t'ka dhënë Allahu. Dhurata më e madhe që Allahu i jep njeriu, kush është? Kur ti kërkon diçka dhe nuk ta jep Allahu, pse? Se nuk është e hajrit për ty, nuk është e mirë për ty, prandaj s'ta kam dhënë. Kjo është dhurata më e madhe, që Allahu subhanahu xhalla xhelalu jep njeriu, sepse ne nuk i dim ato të fshetat, ne nuk e dim të ardhmen. Ne nuk e dim se atë gjë që ne e kemi kërku nuk ka qenë e hajrit, prandaj nuk ta kam dhënë. Ka raste për shembull, të jap një shembull që nëse fëmia smuhet, ka barkçitje, ka të vjella, ka diçka, edhe shkon te mjeku. Mjeku t'jep një udhëzim, të drejton, t'jep një ilaç. Krahas asaj mjeku thot mos i jep kët ushqim disa ditë, një javë. Pse? Sepse do i bëj dëm. Nëse mjeku ty të ka thënë fëmijës tënd mos i jep X ushqim, sepse do i bëj dëm, dhe fëmia jo ta kërkon atë ushqim, a do ja japësh? Nuk e jep, pse nuk e jep? Se e don atë fëmijë. Se me ta dhon unë atë ti do smuhesh edhe më keq. Kështu është, olilehil mathalul ala. Kështu është edhe çështja e disa problemeve që ne shikojmë këtë dynja që nuk ka zgjidhje. Jo, Allahu nuk na jep, sepse thot do bëhesh më keq. Kemë bë më keq. Pra kjo ishte e dyta dhe kryesorja, që nëse don zgjidhjen e problemit, thuj wa fawattu amri ila Allah, ja kam dorëzu çështjen time Allahut subhanahu xhalla xhelalu me sinqeritet. E treta kush është? Nëse don zgjidhje problemit tënd, e treta dini kush është? Të mundohesh tani
ti kërkosh sebepet. Kërkoj sebepet, do ta lidh me Jakubin alayhis salam. Jakubi alayhis salam çka tha? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Unë jam drejtu Allahut për mërzin, për gjendje që unë i kam mbështet Allahut subhanahu xhella xhelalu. Pastaj çka bëri Jakubi alayhis salam? I tha fëmijëve vet, shkoni dhe kërkoni Jusufin alayhis salam. Ha mos trim kët grumull shpi duke vajtu për hallin që kam, po shkoni kërkojni vllajën e juaj. Merrni sebepet. Mos rri me një vend. Ke problemin hallin, mundohu mënyra të ndryshme ta zgjidhësh atë ti e ke mbështetur, dhe se e mbështet Allahut. Shifni se këto shkojnë të lidhta bashk. Nëse ti e mbështet Allahut sinqerisht dhe kërkon sebebin, Allahu subhanahu xhela xhelanu ka më ta dhënë sebebin e hajrit me zgjidhat problem ose atë ciklet ose atë hall që ti ke. Çka duhet bësh? Duhet lëvizësh. Duhet kërkosh sebebe si me zgjidhun këtë problem që kam, si me zgjidhun këtë hall që kam, si me shëru këtë smundje që un kam. Si mi la këto borxhe që un kam. Do të thonë duhet lëvizje, prandaj Zoti na ka bënë që ne të lëvizim. Fantashiru fil ard, hesti përhapunin tokë, thot Allahu subhanahu xhella xhelalu. Sepse për shembull njëri i cili ka borxhe. Tani kam borxhe, edhe shiko borxhi si thon dietarët, e thon një fjalë, borxhi është derti ose galja ose halli natës dhe poshtrimi ditës. Pra të që e kanë gale. Pse halli natës? Sepse nuk len gjithë natën të len pa gjumë. Tu e majt atë hall që si di lajt, që do bëj? Nuk len rahat. Flasim për edhe e theksoj për ato njerëz që e kanë gale si me latë borç. Poshtrimi ditës, sepse ti kur ta shikosh atë borç, atë njeri i cili ka dhënë borç, ti duket vetja pak si poshtë. I kam borx edhe si poshtrim është. Jo, ai nuk është duket poshtru, ama ti shikon vetin tënd pak si poshtë. Shikon vetin pak si poshtë, ajo, është e vërtet kjo. Ha? Asa e vërtet? Kjo është e vërtet sepse vërtet njeriu kur ka atë sikletin, hallin, dertin e borxhit, valla e len gjithë natën pa gjumë dhe kur e shikon poshtlin thot ka raste që e ndërronen edhe rrugën, thot se në fytyrë s'mund ta shikoj. Se s'kam fytyrë dhe më vjen madhe, vjen turp ta shikoj atë njeriu i cili më ka dhënë borxhe dhe vjen turp se s'po e laj. Ti tani, borxhin që ti e ke, nuk mjafton tash unë do 3 gjithë natën tu vajtu? Po ti, këtë hallin që ti e ke, këtë borxh që ti e ke, shifni si na ka udhëzuar profeti alayhis salam. Thot nëse merr borxhin me njëtin me la, me njëtin me kthy, me qëllimin me kthy, thot Allahu azza wa jall ka më animu që ti ta lash atë borxh. Po çka? Domethënë nëse gjithë ato që kanë borxhe, tani le ta mendojnë që un kam borxh. Dhe thot ja rob, o Zot, un ty t'jam mbështet. Ndihmo Zot që ta laj këtë borxh. Po kjo nuk mjafton? Edhe trish, edhe mos të hulumtosh, edhe trish, mos punosh, trish, edhe mos sakrifikosh me latë borxhin. Po ti marrësh sebepet. Pra edhe herë përsëris. Nëse don zgjidhjen e problemeve tuaja në këtë dynja, merri 3 hapat. Hapi parë. Veje në mendjen tënde tash problemin që ti ke. Sille në mendjen tënde problemin që ti ke. Hapi dytë. Hallin problemin që ti ke. Parashtroj Allahut subhana xhella xhelalu. Drejtoj Allahut subhana azza wa jall. Me sinqeritet, edhe herë përsëris me sinqeritet. Pas sinqeritet nuk ka rezultat. Hapi tretë. Duhet i marrë sebepet. Merri sebepet. Sepse ai që i bën, ai që t'i jep sebepet e hajrit dhe ai që i bën sebepet funksionale është Allahu subhanahu xhella xhelalu. Derisa ti ke mbështet Zotit, mbështetjet vërtet, dije se Zoti ka më dhënë sebepet atilla që ti ta zgjidhësh atë problem. Unë marra rastin e pejgamberit Jakub alayhis salam, që përshtatet ose argumentohet me këtë që po ju them. Pra Jakubi alayhis salam
u mërzit, Jakubi a.s. e humbi shikimin për mërzis, sepse djali i ka humb, Jusufi a.s. Dhe Jakubi a.s. ku t'ju drejtu? Ku t'ja parashtroj hallin, sikletin, pra gjendje që ishte, ku t'ju drejtu? Allahu subhanahu jalla jalalu. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ju kam drejtu Allahu subhanahu jalla jalalu për hallin edhe mërzin që un kam. Jakubi a.s. u mjaftu me kaq? Ja, Jakubi a.s. i tha fëmijëve të tjerë, djemve të tjerë, shkoni dhe kërkoni Jusufin a.s. Kjo gjendje që ka qenë Jakubi a.s. sa vite i ka qenë në këtë mund ose këtë hall që ka pas, këtë mërzi që ka pas Jakubi a.s. Nuk ka qenë 1 muj, 2 muj. Se ty me të humë, mos e thonë Zoti fëmin 3 ditë, 2-3 ditë mos me anë shtëpi ty të dalin mend. Edhe mu. 2-3 ditë. Fëmia mos me të anë shtëpi dhe se din kur është të dalin mend. Jo me vite të tëra që se ka ditë Jakubi a.s. se ku është Jusufi a.s. Megjithatë nuk u demoralizu. Megjithatë nuk u dorëzu. Pse nuk u demoralizu? Pse nuk u dorëzu? A dini pse? Se ka pas mbështetjen e sinqertë të Allahu subhanahu jalla jalalu. Zakaria a.s. nuk u demoralizu dhe nuk u dorëzu. Duke kërku Allahu subhanahu jalla jalalu fëmijë deri në moshë madhore. Plak dhe gryja vet plak. Megjithatë çka ka thonë dua që përmendën në Kur'an surën Maryam. Çka thot Zakaria a.s. në dua? Wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. O Zot, asnjëherë nuk kam ngel i zhgënjym. Për herë kur kam bë dua ma ke pranu. Kjo është mbështetja e vërtet. Kur ti mbështetesh Allahut, mbështetu sinqerisht dhe me mbështetjen bëj dua. Dhe kur bësh dua me lot në sy, dhe trokit derën Allahut subhanahu, mos u largo, trokit derën Allahut subhanahu jalla jalalu derisa të vi zgjidhja Allahut azza wa jall. Se kur vjen mas një viti, 10 vjetësh, mas vdekjes sa qysh, ajo është punë te i madhi Zot xhela xhelalu. Ne kemi për detyrë me marr këto sebebe, e kemi për detyrë me marr këto udhëzime faktikisht profetike që të arrijm atë çka kërkojmë me këtë dynja inshallah dhe në dynjan tjetër. Allahu ta'ala alam. Subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zoti është problem. Kaq ishte dersi për sot, kështu që praktikojeni këto inshallah. Do keni zgjidhje për ato halle probleme që keni.